po i afrohet një parametri në gjitha gjërat që particularly when you come to Kukur, it's a really very special. It's a special place. ndërhim në ato gjëra ku është, besoj do ja dalim. I speak to in Tirana who are not aware that there are 3 Kukës. Ka shumë njerëz në Tiranë me të cilët unë flas që nuk e din që ka 3 Kukës. Even the Chinese ambassador did not know. Ambasadori kinez nuk e dinte. So you've kept it a very good secret. Ka një mbajtur shumë sekret të mirë. Kemi qenë në qytet kufit. Into Kukës. Dhe pyetja është se si mund të përthitet dhe të tërhiqet ai trafiku që Kuksi ka, domethënë në lëvizje brenda Kuksit. Variety of opportunities. Po ka shumë oportunitete, mbase ky vazhdoni I Më shumë përgjegjësi. With success about it with my friend here. There's also the problem of the perception in the United Kingdom about the Albanian community. Okay, so unë kam diskutuar edhe me persona të tjerë, jo vetëm këtu me ju, edhe me mikun tim deputetin, është çështja e mundësisë dhe perceptimit që shqiptarët kanë në Britani. I want to repeat that there is a problem in the media in the UK with the perception of Albanians. Tens of thousands of Albanians in the United Kingdom lead the normal lives that we do. Ka një perceptim në mediat britanike për mënyrën se si shqiptarët jetojnë në Britani, por me 10 mijëra shqiptar jetojnë një jetë shumë normale në Britaninë e Bashkuar. They get up in the morning, they go to work, their children go to school. When they need to, they visit the local doctor. They live the kinds of lives at the weekend, watching a football match. Watching programs on the television that we all live. Si stan praktikisht një jetë normale, çojnë në mëngjes, shkojnë në punë, shkojnë në shkollë, shikojnë ndeshje në fundjavë, pra pak a shumë atë që bëjmë ne të gjithë. And I know that many of the people in the Albanian diaspora in the UK, from Kukas, from Haas, from Tropoja, are all making a real contribution. And it's my pleasure to meet those people. I think there's a contribution that we all can make into improving this idea. Dhe di që shumë persona, shumë njerëz nga diaspora kontribuojnë në mënyrë substanciale kur vjen puna tek jetesa në Britani dhe kam përshtypjen që ka një hapësirë aty për kontribut më të madh. Dua ta informoj edhe ambasadorin lidhe me një iniciativë të përbashkët që kemi pas për shkollën profesionale. Ajo po vjen në punë, është në ndërtim. Shkolla profesionale edhe palestra e cila do shërbej shumë tregu të punës. Është një iniciativë e ambasadës angleze, e mbështetur edhe nga Bashkia e Kukësit, dhe më në fund po finalizohet një diçka që do jetë ndihmë për punësimin e trive, por edhe për tregun e punës me mungesat që ka në lidhje me zhvillimin e turizmit. Dhe besoj edhe paketa maleve e cila do implementohet në vazhdimsi, sepse unë kam kërkuar që të zgjerohet edhe harta e zhvillimit e cila është pjesa e parë e bashkisë, por të zgjerohet edhe me pjesën e dytë, dhe do jemi në kontakt së bashku me ju për të mbështetur me fonde dhe për të orientuar të rinj në zhvillimin e turizmit. Për Kuksi ka është një potencial për zhvillimin e turizmit. Dhe besoj edhe nga qeveria do mbështetet me fonde në zhvillimin e infrastrukturës. Unë gjej rastin edhe të falenderoj edhe drejtuesin politik, I cili është I angazhuar, për çdo ditë të rakordojmë. Even in the boulevard, but To invest in Albania. Një nga iniciativat që ne po shikojmë si Britani është mënyra se si mund të ndihmojmë diasporën shqiptare që të investojnë në vendin e vet. And I think that really should be a focus on the north and on places such as Kukas and Haas and Tropoja. Dhe unë realisht mendoj që duhet fokusuar në veri dhe sidomos si vende si Kuksi, Haas dhe Tropoja. Because the reality of our relationship is that many of those in the diaspora in the UK who want to reinvest come from this region.
Sepse vërteta është që shumë nga këto persona që vinë në Britaninë e Bashkuar, vinë nga këto zona. I've met many very successful Albanian businessmen working in construction in the UK. The creation last September of a new British Albanian Chamber of Commerce in London, I think, is also a very positive step. Unë kam njohur shumë njerëz të suksesshëm që punojnë në pozicione dhe në profesione shumë të suksesshme në Britaninë e Bashkuar që vijnë pikërisht nga kjo zonë. Dhe një shembull konkret është edhe iniciimi ose krijimi i dhomës tonë të tregtisë vitin e kaluar, nëse s'ka bën tani. Unë do kërkoj ambasadorit mbështetje kryesisht në funksion të plot të raportit të Kukësit. Në kohë shumë të shpejtë do shikojnë qytetarët e Kukësit që do jetë në funksion dhe do ketë një shkollë të mirëfirt edhe për pilotët dhe besoj që do jetë në funksion të plotë. Unë kam pas takime dhe do jetë një kohë shumë e shkurtër që do jetë në funksion një avantazh i madh për zhvillimin ekonomik të Kukësit. Janë në interes edhe të ambasadës angleze, por ashtu edhe të bashkisë Kukësit për rivitalizimin e tuneleve nëntoksore. Oficerët e ushtrisë angleze na kanë sjellë edhe hartat, jemi për kalimin e tuneleve në përsi bashkisë, sepse nuk kanë pasur nuk kanë qenë inventar dikujt, dhe në moment do të aplikojmë dhe do kemi edhe mbështetjen tuaj tek Ministria e Turizmit për të vënë në punë si atraksione turistike edhe për të gjeneruar të ardha për Bashkinë e Kukësit. Kam nderin që të jem me një ambasador cilin fare mirë mund të quaj ambasador të pjesës më të madhe të shqiptarëve të Shqipërisë dhe të shqiptarëve të Kosovës. Ambasadori është një mik shumë i veçantë i qytetarëve shqiptar kudo ata janë, dhe unë gjej rastin njerë ta falenderoj që e kemi këtu sot në Kukës. Është e rëndësishme të kuptohet që ky qark ka nevojë për investime më të mëdha ndoshta se disa qarqe të tjera. Dhe në momentin që ne pranojmë ato vështirësi që kemi patur, aty fillojmë edhe punojmë mirë. Ky është thelbi dhe kjo është logjika me të cilën duhet punojmë. Është një zonë bukurinë të cilës ja ka falur Zoti dhe nuk duhet në asnjë mënyrë që të mos e rrethojmë me investimet infrastrukturore. Për ta bërë atë të arritshme në një pjesë e mirë qoftë të qytetarëve shqiptar, por tashmë edhe të turistëve që po vinë gjithmonë më të shumtë në numër. Në thelb të gjithë kësaj është zhvillimi i zonës, por ajo që ambasadori tha për sa i përket investimit të diasporës kuksiane, hasiane apo tropojane, mendoj që do të jetë një moment shumë i rëndësishëm kur këto investimet fillojnë të vinë në zonë, sepse në çdo moment diaspora kuksiane dhe hasiane në veçanti, por dhe ajo tropojane në Angli, kanë treguar që kanë një interes dhe kujdes shumë të veçantë për zonën. Dhe them që patjetër ata duhet investojnë, kjo është shtëpi e tyre, atë punë dhe atë mund dhe atë djerës tyre ta investojnë pikërisht në vendin e të parëve të tyre, në të njëjtën kohë për t'i dhënë mundësi shumë të rinjve këtu, patjetër që të gjejnë veten dhe të punojnë në këtë komunitet, por njëkohësisht për t'i çuar sa më lart emrin Kukësit apo gjithë qarkut në tërësi dhe për të treguar akoma dhe më shumë në botë ato bukuri që ne kemi, që jemi këtu i njohim, por që shumë të tjerë ende nuk i njohin. That's a good one. Dhe po i jepet drejtim në vazhdimsi. To Tirana by the Prime Minister. Patjetër që do e dalim. Patjetër që do e dalim. And she was interested in the idea of building a nightclub in the city. Dosmëri. Kemi fjalët që Pushtetit